momentin që ai shkoi në Dëmblan. Do Dëmblan. të thënë, bëj fjalë që ai do shkonte nga ministër drejtor shkolle në Tepelen, kishte pasur keq kuptim, nuk është drejtor shkolle në Tepelen, por përfundoi për pak kohë mësues. Për të shpëtuar provokimeve, vendosi të kjo. Apo ka që njerëzit i... Po, do vinë njerëz, do t'i flisnin, do kërkonin të thonë, patjetër. Dhe ai donte të mos kishte të bënte me njerëzit. Ka për këtë, do t'i shtremronin gjërat. Ai mendoi, më mirë truhem nga kjo, si bari, nuk do shkoj njëri fare me sy. Unë bë barime dhe dje. Do bëhem barita dhe shkoj me dhe në majtë mali, 2 metra, binë me detit. Më thoshte, qohesha në 5 të mëngjesit, hipja malit, deri ku ishin rret, le them që preknin majën e malit, e ta ndjesha shumë mirë. Se bonte ngjitje 1 orë, 2 orë, 3 orë, ishte pjesë më të madhe të kohës që duke ecur. Dhe kur është kthyer nga internimi, mbaj mend se sot, me një trup, domethënë, jashtëzakonisht të mbajtur njeriu që është marrë me sport. Ishte shumë i mbajtur në moshën 60 vjeçare, që është 60 vjeçare, sepse ai në këtë kohë rinte në mal të kohës me bashkim